Falenderit gjithë këshilltarëve për pjesëmarrjen. Një falenderim duhet bëj dhe për gjithë kryetarët e fshatrave që janë mbledhur në këtë mbledhje të thirrur jashtë radhës të Këshillit Bashkiak. Atëherë, pika e parë kemi miratimin e rendit të ditës. Shqyrtim dhe miratimi i fillimit të procesit të konsultimeve publike me komunitetin lidhur me raportin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale dhe për projektligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të veçeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. 2. Miratimi i kalendarit të konsultimeve publike me qytetarët, grupeve interesit të organizatat, shoqëria civile dhe përfaqësues të njësive administrative të Bashkisë së Lenicë. 3. Ngarkimi i komisionit përkatës të Këshillit Bashkiak me administrimin e mendimeve dhe propozimeve të komunitetit, hartimin e raportit për mbledhës të konsultimeve publike dhe paraqitjen e tij për miratim në një mbledhje të posaçme të Këshillit Bashkiak. 4. Miratim projekt vendim për miratimin për ndryshim të fondeve buxhetore ndërmjet programeve dhe grantit i pakushtëzuar dhe të ardhurave të veta për vitin 2026, 2027, 2028 dhe rishpërndarjen e këtyre fondeve. 5. Miratim projekt vendimi për miratimin e fondit të kushtëzuar nga buxheti i shtetit për mbrojtjen civile për projektin rikonstruksioni i rrugës Velç-Matogjin Lumbashaj. 6. Miratim projekt vendimi për miratimin e shpërndarjeve të fondeve të grantit bazuar në performancën me burime financiare të huaja, ndryshimin e buxhetit për shpërndarjen e fondeve buxhetore për projektin UATHER në kuadër të programit IPA Interreg Euromed. Jemi dakord me këtë renditje? Kundra s'ka, miratohet renditje. Atëherë. Kjo mbledhje është thirrur jashtë radhje në bazë të Komisionit të Reformës Administrative Territoriale, i cili ka dërguar një raport. Dhe në këtë raport ka 3 pika që duhet të ndiqen nga bashkia jonë për të vazhduar me procedurin për shkrirjen apo jo të Bashkisë së Lenicës. Pika e parë është që Këshilli Bashkiak duhet të dalë me një vendim për këtë reformë. Kryetari i Bashkisë në mbaj qëndrimin e tij dhe argumentat mbi propozimin që do ketë dhe disa dëgjesa do bëhen dhe dëgjesat publike në njësitë administrative, që do caktohet dhe kalendari i dëgjesave publike. Atëherë, fjalën ja japim kryetarit e bashkisë për të bërë argumentat mbi qëndrimin e tij. Të nderuar kryetar të fshatrave, njerëz të cilët jeni zgjedhur me vot, që keni fituar besimin e banorëve të kësaj zone. Ashtu si ju edhe unë, nëpërmjet televizorit, ditët e fundit të korrikut dhe ditët e para të gushtit, u njohitëm me draftin e Komisionit të Reformës që Bashkia e Selenicës do t'i bashkohet Bashkisë Vlorës. Mbas lajmeve, heri dhe një lajm tjetër ku një prej deputetëve duke dalë e duke firmos shprehu që këtë kërkesë ka qenë e banorëve, ka qenë e njerëzve që Selenica të bashkohet me Vlorën. Kjo deklarat na vuri në siklet gjithëve. Më vendosi edhe mua, besoj edhe ju këshilltar, po dhe ju kryetar të fshatrave, që ne kemi dashur vetë që të shkojmë me Vlorën. Qëndrimi im zyrtar ka qenë para se reforma të bëhej, para se drafti të vitë. Kudo që unë kam pasur mundësi të flas dhe kudo ku unë jam pyetur dhe në komisionin parlamentar, unë kam shprehur mendimin tim me argumenta pse duhet të qëndroj Bashkia e Selenicës. Si një detyrim ndaj popullit, si një detyrim ndaj ju këshilltarëve, si një detyrim ndaj dhe ju kryetarëve të fshatrave, unë po e përsëris dhe njëherë me fakte atë që e kam përmendur dhe në komisionin parlamentar. Ndër pikat kryesore të reformës ishte kapacitetet financiare të bashkive. Ne renditemi Bashkia 14 në Shqipëri me të ardhat e veta për frym. Renditemi Bashkia 9 në Shqipëri
ku shpenzimet që kryejmë i kemi për investime. Pra ne investojmë te komunitetet tona, në rrugë, në shkolla, në sheshe, në kanale, atje ku ka nevojë njerëzit, atje ku ka nevojë banorët. Ne renditemi bashkia e 29 për funksionalitet. Nuk renditemi as bashki e 47, as bashki e 61. Por renditemi në të tërë komponentët e saj të 29. Renditemi ndër bashkit me performancë të mirë ekonomike. Ne renditemi ndër bashkit e para në Shqipëri, e para për diversitetin ekonomik. Pra ne nuk kemi varësi nga një sektor, por ne kemi varësi nga të gjithë sektorët. Ndryshe nga kur kanë varësi vetëm nga letë e ndërtimit, ju, administrata, është munduar që këto 4 vjetë shkoj të punoj të mbledh të ardhurat në të gjitha sektorët që ne i taksojmë. Dhe fakti ka treguar që nga viti 2015 e deri në vitin 2025 ne i kemi 4 fishuar të ardhurat tona pa rritur asnjë barë fiskale. Bara fiskale ka qenë e njëjta. Duke i marrë të gjithë këta komponentë që vetë komisioni i ka nxjerrë, dhe unë kam detyrimin moral që t'i them dhe ta sqaroj opinionin publik, e bën bashkinë e Senicës një bashki me performancë të lartë ekonomike. Komponenti i dytë ka të bëjë me burimet njerëzore. Para disa ditësh dhe në rrjetet sociale të mia i kam hedhur me foto. 16 staf inxhiniero teknik, inxhinier, arkitekt, topograf, agronom. Pra ne renditemi ndër bashkit që ka një staf. Nuk mund të themi që do krahasohemi me Tiranën, me Durrësin, me Vlorën, por në bashkit mesatare të Shqipërisë ne jemi ndër bashkit që ka një staf të përgatitur. Dhe ku e tregon kjo? Sot në mbledhjen e Këshillit ju keni një ndryshim buxheti. Dhe në ndryshimin e buxhetit keni 4 projekte të fituara. Janë 4 projekte që kanë fituar Bashkia e Serenicës pikërisht nga ky staf. Nga këta njerëz. Keni edhe një projekt të Bashkimit Evropian aty në rendite, që pikërisht këta njerëz janë munduar dhe kanë fituar edhe një projekt të Bashkimit Evropian. Kështu që ne renditemi ndër bashkit që ka një staf të mirë, një staf që ka dëshirë të punojë, një staf i cili përpiqet për të punuar dhe një staf të përkushtuar për këtë territor. E thash edhe më parë, kjo bashki ka një territor të gjerë, renditemi ndër 20 bashkit në Shqipëri. Kemi 561 km². Një bashki tipike bujqësore blektorale. Një bashki e cila e ka lidhur jetën e saj me bujqësi, me blektorin, me tokën, me vendin. Dhe ne si bashki jemi munduar që t'i qasemi dhe t'i ndihmojmë sadopak banorët. Ne nuk kemi asgjë me Vlorën. Ne duam Vlorën, siç e do gjithë Shqipëria. E ne kemi luftuar për Vlorën më shumë se ata që banojnë sot në Vlorë. Kjo është e vërtet. Prindrit e gjyshëllarëve tanë, të afërmit tanë ka dhënë gjakun në 2 luftra, të 20-s dhe 45-s. Dhe në çdo fshat ton ka labidar. Ai labidar është bërë dhe për Vlorën dhe për Shqipërinë. Nuk kemi gjë me Vlorën, e duam të luluzoj Vlora. Por çështja është që nga ajo që ne shikojmë, nga ajo që ne vrejmë, kur në reformën e 2014-s Vlorës ju bashkuan disa fshatra, ato nuk janë më mirë se ne. Këtë ne e vrejmë. Nuk është më mirë Llakatundi se Armeni. Këtë e dim njerëzit. Se Llakatundi blen Jon Xhemisër në Armen, i bie që fushat e Armenit kanë pasur një vëmendje shumë të lartë. Po ka pasur sepse ne kemi tipike tipologjinë e bashkisë që do i shëmbejmë fermerit, bujkut dhe turizmin malor. Jo se nuk do Vlora, po Vlora mund të ketë një zhvillim tjetër turistik, një zhvillim tjetër bregdetar. Dhe ne ndaj duhet që të qëndrojmë fort në konceptin e një bashkie rurale, ku dhe vetë qeveria dhe vetë koncepti këtyre bashkive duhet të financohen në profilin bujqësor dhe blektoral. Ky është qëndrimi im me fakte.
Ky nuk është një qëndrim politik. Ky nuk është një qëndrim për karrigen time. Kjo punë nuk bëhet për mua, jam apo nuk jam. Unë po flas me fakte të cilat janë pjesë e bashkisë Serenicë. Dhe në këtë moment që unë u drejtohem juve, drejtohem si një si ju. Ju që më keni besuar, ju që më keni dhënë votën, unë jam i detyruar t'u tregoj me fakte, me prova të gjithë punën që ka bërë Bashkia e Serenicës, të gjithë punën që kemi bërë bashkë me ju këshilltar, bashkë me ju kryetar fshati, për të qëndruar sa më afër, sa më pranë ti popullit të mrekullueshëm me njerëz kaq të mirë, kaq fisnik dhe kaq punëtor. Unë kaq kisha, dua t'ju falenderoj të gjithë, por dua t'ju falenderoj ju këshilltarëve të cilët nuk keni parti politike, se ndryshe nga këshilltarët dhe në Këshillat Bashkiake të Republikës së Shqipërisë, ky është një nga Këshillat Bashkiake ku ju keni marrë vota vetë. Ju keni shkuar me fytyrën tuaj, ju keni shkuar me besën tuaj dhe ju keni shkuar me fjalën tuaj për t'i përfaqësuar ata si në Këshillin Bashkiak të Serenicës, o kudo ku ju u dëgjohet fjala. Edhe një herë shumë faleminderit gjithë. Po ta shikoj këtë reformën territoriale nga ana politike, do thoshja që koka të hani, sepse na mërzitët duke qenë kaq shumë në qeveri, se qeverit afatgjata kanë treguar që sjellin vetëm dëme ekonomike, sociale, në fund vrasin njëri tjetrin, po kjo qeveri po vret emrat, nuk po vret kufomat. Kufomat i vrau ai pari. Megjithatë, po vazhdoj akoma, kështu do përfundoj dhe kjo. Atëre, nuk e shikoj në këtë krah, e shikoj nga ana sociale, nga ana gjeografike, nga ana historike, edhe do thoshja që në qoftë se do ndodh ajo që thuhet, atëre këtë bashki, këtë popull, këtë zonë, ata e vrasin ekonomikisht, e vrasin politikisht, e vrasin historikisht në të gjitha drejtimet. Do t'i bëja thirrje të gjithë deputetëve që kanë mbushur trasat me vota dhe kanë vajtur në karriket e tyre, të cilët rrinë në heshtje dhe mund të jenë dhe ata shkaktarët që ndodhin këto histori. Sepse kur përplasen altarët, shelmet i pinë gomarët. Më tutje të gjitha gjërat kuptohen dhe nuk kuptohen, po ta shpjegojmë nga ana ekonomike, ka plot për të thënë, po thjesht vetëm te taksa paguesi do përmendja diçka, që do jetë i detyruar një që jeton, do themi në Sevaster, që Perëndia i ka dhënë ajrin e pastër, i ka dhënë gjelbrimin, i ka dhënë të gjitha ujin e mthet tash, dhe është i detyruar të paguajë taksa saj që jeton në Skel, që ka detin afër, ka luksin, ka plot historira të tjera. Kështu që unë i bëj thirrje të gjithëve këshilltarëve që të jenë në front kundër kësaj reforme, gjithë popullit dhe gjithë politikanëve që kanë marrë vota dhe ata të cilët nuk kanë fituar, kanë qenë kandidat, duhet shprehen, ndryshe mos të kalojnë më urrën e peshkpisë. U falemnderit, kaq kisha për të thënë. Që siç e kam shprehur edhe qëndrimin tim erës e kaluar mbas një deklarati të një deputeti që shëra e parë që e shikojmë deputet dhe nuk e kemi parë herë të tjera as në zonë, as në derë të qytetarëve dhe as kudo tjetër. Do shta është një çike vështirë për ne, sepse ne jemi të lidhur fort me komunitetin, që nga kryetari, të gjithë kolegët këshilltarë pa bindje politike. Por këtë herë, fokusi asaj që do thosha, është gjithmonë, unë jam kundër reformës administrative o territoriale, por me disa pika kyçe, kryesore, të cilat i përkasin zhvillimit të zonës, mbështetjes së arsimit, me që jam edhe vetë specialiste në zyrë të arsimit prej 8 vitesh, do t'i rendisja me radhë. Nëse kjo bashki mbyllet, gjithatën e mundësina e kanë dhënë që të shprehemi kundër apo pro, të argumentojmë se cili në mënyrën tonë
apo edhe në profilet tona përkatëse. Më kam renditur disa gjëra dhe do të doja për të qenë më e qartë, më saktë, t'i lexoja. Qëndrimi im është kundër. Para se të mbyllet, nëse mbyllet kjo bashki, ne do mendojmë që zhvillimi i turizmit në zonat rurale, siç ka ndodhur projekti i Urës së Bratit bërë nga Bashkia e Selenicës dhe një pjesë e investimit që ka sjellë shumë turist, i bie që mos ta ketë atë zhvillimin që ka marrë kjo rrugë apo kjo urë. Flasëm për ujvarën e Rasajtit, në Velç, e cila është kthyer në një atraksion turistik. Uji i kripur në Vërmik, po edhe në Vërmik që është një zonë, një fshat i largët, ndoshta edhe fshati më i largët i zonës së Shullërit, edhe atje është kthyer në një atraksion turistik, me mbështetjen e bashkisë, dhe i diku dhe të investimeve, pasi ajo kërkon një investim shumë të madh nga qeveria, kërkon një rrugë që nuk e mbulon dot bashkia, dhe pse bashkia ka filluar rrugën për deri në Velç e mëtej ku është. Aktivitetet në Bashkinë e Selenicës në këto 4 vjet, duke qenë të gjithë dëshmitarë të aktiviteteve, duke parë një zhvillim shumë të madh në aktivitete, pasi kjo zonë ishte përmendur ku këtu këndohet si në çdo vatër këndohet kënga labe, jo këndonin grupet, jo aty po këtu në për aktivitetet që bënte Vlora, me fokusin e kryetarit të bashkisë apo dhe dëshirën e tij duke qenë se vjen nga një familje cilët e kanë traditë këngën labe, ka prindit e tij, e vendosi fokusin që ta bënte këta aktivitet në traditë të bashkisë tonë në Selenicë. Dhe për streti vit radhasi, ne kemi parë aktivitet të jashtëzakonshëm dhe me një pjesëmarrje qytetare shumë të madhe. Po nëse s'do jetë bashki, ne themi që kjo nuk do bëhet. Demi tek festivali i përvitshëm që bëhet fshatin Vajzë. Tashmë është kthyer në një traditë, me të ftuar, me qytetar, me dashamirës të artit, të këngës, të teatrit. Dhe kjo mendoj se do dalë jashtë fokusit nëse kjo bashki shkrihet. Sepse Bashkia e Vlorës nuk e ka kapacitetin edhe funksionin e saj që të vi në bashkinë tonë dhe të mbuloj ato që mund t'i mbuloj një bashki e vogël brenda territorit të saj. Dhe pse nuk jemi aq të vegjël nga territori dhe na ka kapur ma e lapsit. Rastësisht ose gabimisht, mendoj unë. Flasim për festën e Amantias, një traditë e përvitshme që ne kemi një festë tradicionale, kulturore, shumë të rëndësishme për komunitetin. Tashmë është kthyer e përvitshme nga aktivitetet nga pjesëmarrës nxënës të shkollave, me që jam specialiste në këtë fushë. Të gjitha shkollat organizohen në çdo festival apo në çdo aktivitet të këtyre festave që zhvillohen. Flasim për takimin e brezave, që është një takim që ne po e shikojmë. Në takimi i fundit që pam ishte Sevasteri, që ishin gati 2500 banorë të atij fshati kthyer aty për shkak të turizmit, zhvillimit të turizmit e të rrugës. Gjithmonë mbështetja më e madhe nga bashkia dhe këtë nuk kemi pse ta mohojmë, apo dhe nga ne si përfaqësues këshilli që kemi marrë vendime, ku kemi pas rrugë pa bërë, hajde t'i bëjmë, kemi zgjidhur me konsensus me njëri tjetrin, që t'i hedhim investimet në fshatrat që mungojnë investimet. Festa e Drashovicës, tashmë një traditë, është kthyer në një traditë me idenë e festës së parë, që vazhdon dhe po bëhet e përvitshme, po prap nga Bashkia e Selenicës. Po nëse ne nuk kemi një bashki, flasim që edhe investime në për shkolla nuk do ketë, sepse ne kemi qenë, si shkolla kemi qenë në varësi të zyrës së arsimit të Vlorës, kur ka qenë drejtori rajonale, dhe investimet që janë bërë për shembull në këtë shkolla nuk e ka pasur as fokusin dhe as mundësinë që t'i mbulojnë investime. Investimet e bashkisë në shkolla e Selenicës që është bërë e re, shkolla e peshkëpisë që është bërë e re, dhe pjesa më e madhe e fondeve janë të bashkisë, pjesë e Ministrisë së Arsimit. Investimet në terrene sportive, shkolla e Vllahinës, që është bërë prapë e re, dhe terrene sportive Sevaster Armen Vllahin. Pra, qëndrimi im është kundër, si specialiste edhe në fushën e arsimit, sepse nëse ne mbyllim këtë bashki, dhe nëse kemi arritur që t'i mbyllim edhe këto 20 shkolla që kemi 9 shkolla me drejtori dhe 11 që janë varëse të tyre, ne kemi mbyllur gjithë komunitetin. Faleminderit. Lenic, nga forcat politike të gjitha i Partisë Republikane, uroj gjithë
juve për pjesëmarrjen dhe të gjesën dhe mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak. Falenderoj gjithë kryepleqt, gjithë bashkinë, administratën, kryetarin e bashkisë. Falenderoj mediat që e çojnë zërin tonë në çdo shtëpi për të dëgjuar ankesat publike. Jam kundra, si gjithë anëtarët të Këshillit Bashkisë Selenicë, për reformën territoriale. E dëgjova me kujdes kryetarin e bashkisë që renditi disa pika të çmueshme dhe të vërteta për Bashkinë Selenicë. Po, pse vetëm si Bashkia Selenicë duhet jenë gjitha bashkitë në Shqipëri, kaq të mira, edhe të dobta të jenë, duhet të mos shkrihen, se shteti i mban me fondet e tyre, u shërben këtyre qytetarëve, jo në këtë mënyrë. Që ne, siç tham, vlora është vlorë, po vlora pa lapëri nuk ka emër. Se në çdo vend që thuhet, jashtë rrethit tënd, po jena vlora, je lap. Ne jemi lapëria, ne duhet jemi si bashki për 1.001 arsye. Megjithatë, unë nuk dua të ja kohë shumë gjithë dhe tëftuarve këtu, po do të mbyll edhe me një si tip humori. Të lutem Edi Rama, letë të rim fshatarën dhe më na bëj qytetar. Jemi shumë komod fshatar. Falenderoj gjithë. Nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar zonja dhe zotrinj këshilltar, të nderuara media, të nderuar të pranishëm në këtë mbledhje. Dëgjova me vëmendje gjithë rezumen e përgjithshme që bëri kryetari i bashkisë dhe jam plotësisht dakord me atë. Ajo që më bën përshtypje është se këtë rezume që bëri kryetari, Komisioni për Reformën Territoriale e ka patur mëse të qartë, edhe ka patur po ashtu sa kryetari dhe e ka paraqitur në një material i cili ka vajtur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Tani do ta fillojnë çik si nga fundi, po kjo nuk është çështje e Ardit Bidos. Kjo është çështje minimalisht e Ardian Maznikut, i cili është kryetar apo bashkëkryetari i reformës administrative dhe territoriale në Republikën e Shqipërisë. Para se të filloj për të bërë kjo reformë, duhet të kërkoj një falje madhe publike për dështimin me sukses të plot të reformës së vitit 2014, e cila edhe këtë bashki, edhe shumë bashki në Selenicë, në Shqipëri e ka zhvatur, e ka bastisur e boshatisur të gjitha fshatrat, pothuajse të gjitha fshatrat e Shqipërisë. Unë në vitin 2014 që është bërë reforma, një miku im shkrimtar ka marrë dhe librin sot këtu, ka titullohet Hëna e Shqipërisë, ka bërë Ben Blushi, i cili parashikon fiks në atë kohë që u bë reforma se si do boshatisen fshatrat dhe rreth 40 qytete në Republikën e Shqipërisë. Selenica nuk e di ka patë një mik, por nuk është në këtë boshatisje, por unë mendoj që Selenica duhet e do të mbijetojë. Fjala e parë dhe fundit është që reforma administrative territoriale, projekti duhet të rrëzohet, duhet të mos aprovohet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Tani, nëse në Kuvend ka vajtur një projekt vendim, projekt ligj që ka bërë, e ka firmosur Ardian Mazniku, e ka firmosur dhe një numër i caktuar deputetësh, 10 deputet të Parlamentit të Shqipërisë, të gjithë të mazhorancës. Dhe ne duhet jemi shumë të qartë në këtë pjesë. Të gjithë janë deputet të mazhorancës. Tu nuk ka asnjë deputet të opozitës që ka firmosur këtë reformë. Me sa di, edhe opozita e ka bërë të qartë mendimin e vetë për reformën administrative dhe territoriale të Republikës së Shqipërisë, qartësisht ka thënë duhen 100 njësi vendore, 100 bashki. Edhe për Selenicën ka parashikuar që të jetë në 2 bashki, një Amantja, në mos gabojmë, edhe Selenica. Pra, jo vetëm të mos shkrihet bashkia e Selenicës, po të jetë në 2 bashki, sepse të gjithë janë të qartë, ka të qartë që reforma territoriale është për të shërbyer komunitetit. Atij komunitetit, nëse miratohet kjo lloj reforme, edhe ata pakinjerës që kanë mbetur në fshatrat e Shqipërisë, edhe Selenica vet, do jetë një qytet që nuk do jetë më, nuk do ekzistojë si qytet Selenica. Në këtë kuadër, unë këtë lloj reforme e mendoj se është një reformë e tillë. Nuk është me treguesit, vetë treguesit tregojnë që Selenica është në mes të 46-s që propozon
deputetët e Partisë Socialiste. Domethënë rreth 23-24 i bie me gjithë treguesin, unë kam parë. Po, i bie të jetë me fjalë edhe po ishin 23 apo 25 bashki, Selenica duhet të mbijetonte përveç popullsisë që ka ato problemet që janë si rezultati i reformës së pashme dhe ato, se Selenica ka patur 36.000 banor. E u ka ndisë 9.500 banor me moshë madhore, vetëm për shkak të reformës. Tani ne po e thellojmë këtë lloj ndarje. Atëherë nuk është reformë territoriale, fare nuk është reformë, është parimi peshkuj masa atë vogli. Që do të thotë, është glabërim. Vlora glabron Selenicën. Fieri glabron Patosin, Lushnja glabron Divjakën, Beratin e mbajnë të glabëroj dhe një nga Majta dhe një nga Djasa dhe Poliçani dhe nuk e di Dimali këtu. Edhe kjo është glabërim. Nuk është edhe termat e vërtet janë këto, glabërim, domethënë një i mas e merr të voglin kështu për nuk ishte bën as Vlorës kjo lloj reforme. Tani ne aq sa kemi mundësi, çfarë mundësish kemi edhe çfarë mund të bëjmë. Duke parë historinë që nga 2015 kur është e treta herë besoj, 3 mandate që ka patur Bashkia e Selenicës, kjo e madhja, Bashkia e Madhe e Selenicës, ne një nga një dhe dal nga dal na janë hequr të gjitha kompetencat që mund të ketë një bashki, një kryetar bashkie, një këshill bashkiak. Sot që ne flasim në përveç atyre kompetencave që ka, por edhe në Vlorë edhe në përgjithësi, unë nuk e di para disa kohësh ju kam dërguar një mesazh të gjithë këshilltarëve dhe të grupit dhe thash po ashtu do i them në emër, do më lejoni këtë ta lexoj se nuk kam përgatitur për me të shkruar. Atëherë, ne na gabruan Shushicën dhe folëm pak ose heshtëm. Me fjalë, Shushica me atë ujë që është marrë dhe do vej, ande nga do vej, do kthehet në një prua dhe nuk do ekzistojë më. Ne na morën drejtorinë e rrugëve, ne heshtëm. Ne na morën drejtorinë e bujqësisë, ne heshtëm. Ne na morën drejtorinë arsimore, ne heshtëm. Ne na morën gjykatën administrative, ne heshtëm. Ne na morën gjykatën e apelit, ne heshtëm. Ne na morën kadastrën, ne heshtëm. Tani nëse na marrin dhe Bashkinë e Selenicës, nuk ka më kush të flas. Nuk kam më kush të flas. Ne po vemi drejt një shkrirje totale dhe do fshihet Selenica nga harta dhe nga çdo gjë tjetër. Tani duke qenë se edhe më kaq sa fola, kjo nuk është se si rofene qellë të pastër ta thanë që po Bashkia e Selenicës do bashkohet me Vlorën. Nuk është e vërtetë. Jo, ne dal nga dal na kanë bërë gati dhe në këshill, nuk e di 10 herë. E kemi diskutuar që Bashkia e Selenicës mund të mos ekzistojë më. E kemi thënë çdo mbledhje në çdo rast është e paralajmëruar. Domethënë shkrirja, grabitja, bashkimi i saj me Vlorën është kronik e një vdekje të paralajmëruar, e një vrasje të paralajmëruar. Selenicën e kanë shitur një 2 herë, në fakt 30, po tani po e vrasin fare. Në këto kushte që jemi sot. Ne, grupi, nuk e di në emër të grupit. Puna e parë, zoti Bido duhet publikisht të deklaroj atë përgjeshtroj vetëm me deklaratën që ka bërë që ky është vullneti i Selenicës, se këtu as jo 90, por 99% banorët e Selenicës nuk i gjen të jenë pro kësaj reforme. As 1%. Jo, kështu që të bëj këtë kështu. Dhe po është burr dhe po është nga ato që na heqet nëpër ato, ta heq filmin këtu. Është deputeti i Qarkut të Vlorës, ta heq filmin. Nga ky deklarim që ka bërë. Nëse duam, për sa i përket Këshillit Bashkiak, unë mendoj se ne qendrimin e mbajtëm sot, kemi bërë 2-3 takime apo protesta të tjera, duhet të vazhdojmë. Duhet ta vazhdojmë këtë lloj situate. Duke falënderuar të gjithëve që më dëgjuat, mendoj që ne t'i dërgojmë edhe Kuvendit, edhe kryeministrit, edhe komisionit një deklarat për që s'jemi dakord me reformën dhe për mbajtjen pastaj diskutojmë të gjithë grupet e këshilltarëve. Sipërfaqe të madhe bujqësore, ka bektori nga më të mëdha të gjithë jugut, zona jonë, e kupton? Prandaj ne jemi kundra. Një, dyta, ne bëjmë takim në Vlorë me Komisionin e Reformës, që erë nga Tirana 2 deputetët që ishin në komision, dhe të gjithë salla ishte kundra. E gjithë salla, të maj, të djathtë, pa parti, ishin gjithë kundra. Prandaj, ne duhet të ngrihemi të gjithë në protest, e kupton? Edhe deputetët, se kjo reformë dhe votohet në parlament. I bëjmë thirrje deputetit Vullnet Sina, dhe na Gjiknuri, Buja Leska që janë dhe nga zona jonë, e kupton? Ata e kanë në dorë fatin e kësaj bashkie. Ata e kanë në dorë fatin e kësaj bashkie. Edhe ta kundërshtojnë, dalën publikisht që ne jemi kundra dhe të votojmë kundra. Ne jemi këshill, ne jemi gjithë bashkë jemi dakord, s'kemi asnjë ashtu. Prandaj ne kemi dhe eksperiencën e hidhur që kur u mbyllën këto njësit komunat, sidomos këto fshatat Llakatun, Trevaz dhe kështu, ja lënë në arrest të plot.
as ujë për të pirë, as toka, as rrugë, as një gjë. Janë shkretuar fare. Ndaj, ne themi të bashkohemi edhe të bëjmë protesta, dhe ne duhet të jemi gjithë bashkë për këtë problem. Të majtë të djatë pa parti. Kështu që neve bashkia jonë, fshati më të largë dhe ka që të vej nga Bashi, në Vlorë është 80 km. Jo, është Vërmiku. 80 km. Dhe Vërmiku, afër janë, në 80 km që do t'i me makinë të vej në Vlorë të marrë një certifikat, një shërbim më të vogël. Këtu i marrë shërbimet me 10 km. E kupton, prandaj ne do të dalim gjithë kundra, e dira më se është çmendur, e kupton, po ne do t'i themi ndal. E kupton? Ai ka probleme me të tjerë dhe mbyll bashkitë nëse, kupton? Ka probleme të tija. I ka të hapur si mbyll dot, dhe do t'i mbyll bashkitë për efekte elektorale. Do të bashkojë për punë deputetësh përse e bën ai e di. Prandaj u bëthie deputetëve këtë punë më mirë e kanë deputetët në dorë, vota. Po të na vi këtu ne e votojmë gjithë kundra. Edhe deputetët tanë të kenë kurajo dhe mos ta votojnë atje në parlament. Dhe të deklarojnë publikisht që ne jemi kundra bashkimit. Vlora nuk po mba dot veten e saj. Te shkolla 1 Maj është një kanal aty prua që është i mbushur plot, kanë 5 vjet dhe bëjmë se bëjmë, vetëm nuk o marrin shetitoren kanë të bërë në Vlorë. Të tjerat ata s'po bëjnë dot Vlorën, jo do mban dhe Serenicën. Bile unë jam të bën 8 bashki, 9 bashki. Edhe Orikumi që është që sot është 100.000 banorë Orikumi sot. 100.000 banorë janë sot në Orikum me turista, me vendas aty që janë aty. Prandaj kjo është një katastrofë e madhe që do t'i bëj ai, po nuk besoj se do kaloj. Që tha dhe kryetari, ne jemi këshilltar të zgjedhur nga populli dhe jo nga partitë politike, shpreh dhe mendimin e qytetarëve që unë përfaqësoj. Në çështjen e reformës territoriale, kemi thënë edhe një herë, shërbimi duhet të jetë sa më afër qytetarit, sepse Bashkia e Selenicës është një bashki me 47 fshatra dhe me hishtrirje shumë të madhe, që nuk mundet, në qoftë se ne bashkohemi me Vlorën, qytetarët e bashkisë tonë nuk do marrin dot as shërbimin më minimal, gjën më të vogël. Nuk mundet i shërbej dot Bashkia e Vlorës një qytetarit Karbunarit, të Shkozës apo të Bashit, sepse nuk e arrin dot. Ne e shikojmë të gjithë, jetojmë të gjithë, jemi të gjithë ditë për ditë në Vlorë, dhe Bashkia e Vlorës nuk po del dot deri në qafë Koçiut me problemet e saj dhe jo më të shikoj çështjen dhe problemeve të fshatrave tonë. Sot Selenica sigur mori pak zhvillim, u bën disa rrugë fshatrash, u bën disa punë të mira, u bën ato zyrat në peshpi, u shpreh dhe vëmendja na turizmi, mori krah, ne kërkojmë, kryeministri kërkon t'i pres krah, apo i bëjmë thirrje dhe 2 bashkëkryetarëve dhe i flasim këtij tonit më shumë, këtij Maznikut, ta shikoj pak me hollësi këtë punë. Edhe zoti Bido që bëri të gjesa publike, ku bën këto të gjesa publike? Ku ishte ky mendimi i qytetarëve të Selenicës? Se ne jemi përfaqësues të këtyre. Do kishim marrë informacion. Ndaj bëjmë thirrje që në mënyrë kategorike Selenica duhet bashki. Duhet theksuar që ka drejtat e tij si minoritar. Jemi shumë të indignuar nga këto që dëgjojmë për reformën territoriale 2.0. Ka marrë pjesë në dëgjesën publike që komisioni ka zhvilluar në qytetin e Vlorës te Pallati i Kulturës dhe në asnjë moment nuk kam dëgjuar që Bashkia e Selenicës duhet shkrihet nga të gjithë përfaqësuesit dhe të gjithë qarkut. Kërkojmë nga deputetët e gjithë qarkut të Vlorës, pa përfaqësi politike të majt apo të djath, të marrin pjesë në dëgjesat publike që do zhvillohen në Bashkinë e Selenicës, të dëgjojnë zërin e qytetarëve. Falenderoj sot dhe përfaqësuesit e fshatrave që kanë ardhur sot e ndjejnë si shqetësim largimin e bashkisë, marrin pjesë sot në këtë mbledhje, të gjithë anëtarët e Këshillit, të dëgjohet zëri i qytetarëve, të çohet në parlament, të gjithë deputetët ta tregojnë që janë përfaqësues të këtij populli, të këtij komuniteti ku kanë marrë votat. Kaq. Njësisë administrative të Kotës, në gjithë të diskutimet të bashkëfolësve, ju faleminderit për fjalët e thëna, por ka dhe shumë që akoma po të rrim të diskutojmë, kemi jo një argument, po mbi 1001 argumente për të vërtetuar dhe për të thënë që Bashkia e Selenicës duhet të qëndrojë. Ne do ta përmbledh me një fjalë mbase dhe popullore. Të gjitha këto vendime që këta morën, këto diskutime, e pyetën të zotin e shtëpisë, sepse kjo është fiks ajo fjala që i kanë diskutuar pa hanxhiun. Ne nuk jemi vetëm Bashkia e Selenicës, ne jemi Bashkia e Labrisë. Kemi identitetin tonë.
në të gjitha këto 36 vjet, nuk më duket se ka patur zhvillim me argumenta, me fakte, me analizë, më shumë se në këto vite që ne jemi përfaqësuar denjësisht me Bashkinë Selenicës, me përfaqësuesin tanë. Prandaj, do të ishte një gabim fatal që ne të na hiqet emri si Bashki e Selenicës dhe të bashkohemi me territoret e Vlorës që përveç se të anë negative nuk kemi përfaqësues, nuk kemi zgjidhje në komunitet. Që dresës tonë, të vazhdojmë zhvillimet që kemi nisur, t'i forcojmë ato, me dëshirën si që kemi si komunitet, si Bashki Selenicës dhe si një identitet të Bashkisë së Lavërisë. Faleminderit. Jam Valentina Veshaj, për herë të dytë në këtë këshill bashkiak. Me keqardhjen më të madhe jam sot për të shprehur mendimin kundër kësaj shkrirje, për faktin se flas jo vetëm si këshilltare, por si vajzë e këtij vendi, e lumit të Vlorës, arsimuar në këtë vend, dhënë kontributin në këtë vend, duke parë nga afër çdo problematik. Nuk mendoj se një problem i Malit Sevasterit apo të Gjormit të shkojnë në Bashkinë Vlorë dhe të zgjidhet. Ashtu sikurse është zgjidhur nga kjo bashki. Ashtu sikurse kjo bashki ka ndënjur afër çdo banori të bashkisë së saj. Do të thosha që në qoftë se bashkia shkrihet do të heqin dhe frymëmarrjen e fundit të këtij vendi. Mos e bëni këtë gjë. Mos vrisni lumin e Vlorës. Kaq. Ju falemderit të gjithë këshilltarëve për diskutimet dhe qëndrimet që mbajtët për draftin që na erdhi për mbledhjen e këshillit që do votojmë. Edhim në votim kush është kundër shkrirjes së Bashkisë Selenicë. 19 kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet me 19 vota kundër shkrirja e Bashkisë Selenicës. Si të qëndrojë Selenica, të qëndrojë bashki. Ju falemderit të gjithë këshilltarëve. Nga kalemi nga shifrat nga gjitha gjërat. Megjithatë, dy fjalë shpirtërore, unë do t'i them ashtu si ndjej. Në fillim dua t'u bëj thirrje këtyre të medias, të kursejnë pak kohë televizive për reklamat dhe këto shqetësime të popullit tonat, mundësisht i japin të plota me qëllim që këta madhorët që kemi lartë, e na dërgojnë këto dekorata kaq të bukura, s'paku të na dëgjojnë. Vendime domosdoshme që ata i marrën vetë në fund. Po fjalën tonë ta dëgjojnë. Me që nuk kanë Terezi dhe mundësi të vinë të na pyesën siç është ligji. Si doni të jetoni ju vëllezër, doni kështu siç jeni, a jeni mira, si jeni mira. U mjafton kjo që po bëjmë për ne, duhet në gjë tjetër më shumë. Po s'paku të na dëgjojnë nëpërmjet jush. U falenderit për kërkesën që u bëra dhe do më vinte mirë që ta zbatonit. Po, shoku kryetar, jam dakord, asgjë s'kemi me Vlorën, përkundër asgjë. Vlora është lakmi e të gjithëve. Kush nuk do të vejnë Vlorë. Po Vlora ka një hall të madh. Unë kam thënë dhe në atë kuvendin që bëm për popër të punë. Vlora ka një hall të madh për qeverisjen e saj. Dhe jo të qeverisë neve. Ka shembuj sa duash pa fund. Unë di më pak nga shumë nga ju që jeni këtu. Do të argumentoj me një gjë, me dy gjëra të shkurtra për mos u mbajtur gjatë. Kam një parë shtëpi atje më një lagje 24 maj. Ka 3000 vila të ndërtuara. Kandahar. Cop rrugët të shtruar nuk ka. Le probleme ujë. Skandal. Ky është qyteti. Nuk mundet qeveriset Vlora. Dhe më misë se të gjithë neve, dhe se populli që jeton Vlorë, po sidomos ne që jemi këtej, e di vete Edi Rama, nga 14 e këtej që ka ardhur, ka bërë sa ka mundur vetë, si Edi Rama. Diku i ka lyrë buzët me të kuqë, ato që ka bërë është për falënderuar, për të mirë në qellë. Edhe ne i njëmë të merita. Po asnjë kryetar bashkie në Vlorë nuk e ka mbyll mandatin, që kur ka ardhur Edi Rama kryetar qeverie. Pse? Ky është defekt, më mirë nga ai kush e di. A është drejt shqetësimi ynë, si popull, që Vlora nuk është në gjendje të qeverisë veten. Nuk gjen dot intelektual që të qeverisë Vlorën. Edi Rama do rri aty si
Firauni gjithë jetën të ndërtoi Vlorën. Po për neve, a i shkon mendja ndonjëherë, në kryetari bashkie në Vlorë, nuk kam asgjë me ata që kanë qenë, absolutisht. Aq ka qenë mundësia e tyre për të bërë, aq aftësi kanë pasur, aq kanë bërë. Për neve i shkon mendja, vjen dot, nuk i di emrin fshatit tim. Kryetari bashkisë në Vlorë. Si a di fare ku vjetra blova? Nuk e di. Jo më të qaj hallet e mia, se s'ma hap derën njeri atjet vete. Dëgjoj që do, po e zgjidhin problemi se janë këto e Albania, ku e di unë qarë këto probleme, këto të rëzira. Ore, unë dua ta shoh kryetarin e bashkisë të vete të atakoj të qajallin, unë si kryeplak. Kjo punë e bashkisë tani shkridhja është bërë si punë ati smurit, që o ka ngellë në dorë të Zotit, o në dorë të robit. Dhe dua të them që ju jeni personi më i afërm, edhe me deputetët, edhe me kryeministrin, dhe duhet të dini gjendjen, ku është gjendja, qa na sjellën këto takime, qa na sjellën këto protesta neve, ku është fundi, qa do arrim. Ju i personi më i afërt, ju keni bërë takim me kryeministrin, duhet të prononconi, edhe me neve, kryetarët e fshatrave, edhe me këshillin, edhe me banorët, ishi takime e Edi Rama, ku e kishte syrin, e ka mbyllë, tha, këtë punë, se po e ka mbyllë se kot, që të merrim me të, se këto do të njeri më të pra. Nëse ai ka lënë hapësirë, që të bëhen mbledhje, të bëhen të gjesa këto, janë dakord. Nëse ai s'ka lënë hapësirë, o burra, të zëm burrën e peshkpis. Si e do zanatin. Se ai nuk bëhet kështu. Me të mashat keqe. Është e kot. Ju duhet prononconi. Ju nuk u ka thyer GKK-ja në Tiranë dhe nuk prononconi kur dili. Ju një kryetari i bashkisë, ore, unë bëra takim me kryeministrin dhe ai e ka syrin këtu, gjitha. Ata deputetët tanë nuk ka marrë vota që e falenderoj atë vullnetësinën, s'ka marrë vota vetëm vullnetësina. Këtu ka marrë Damia Gjiknuri, ka marrë ai Bido Qëni vota në lumë Vlorës, me paturësinë më të madhe. Edhe ngrihet e diskuton në fatin e bashkisë Lenisë Bidua. Kurdo ku kemi arritur. Lumi i Vlorës që mbahet për histori, çfarë histori e mbajmë ne? Na i bën histori Bidua? Është turp. Është turp ora, ku jemi këta ndisur. Unë jam që nëse ai e ka vendosur që bashkisë Lenisë ta shkri e mbështes ato, a ki marrën atje që thatë zëmurën e peshpise, mua të vi më njeri në zonë tonë. Kaj se nuk shtyhet kjo kështu, hajde, ngrimi protestare. Edhe në këto që diskutuat ju që të ngriti një komision për të bërë për reformën, duhet vini fshat më fshat, jo në njësi, do vete unë me 2 vete nga Lepenica. Jo, fshat më fshat, derë më derë. Na vjen keq për njerëzit. Të dalin, ku janë? I kanë mbështetur deputetët, të kërkojnë llogari, pse do prononcohet vetëm vullneti? Të prononcohen të tjerë, kanë marrë vota të tjerë. Ti dalë kundër atij në parlament ora. Ta rrezojnë, si shturp. Aty dolli një grua. Mo dalën burrat. Mshihen burrat nga Tirana, po shturp, ç'a bën? Aktualisht kryetari i fshatit Peshpis Kastriot Sherifaj. Jam kundra reformës territoriale. Faleminderit për respekt gjithë. Jam kundra reformës territoriale. Do shprehem shumë shkurtër për të lënë shkastet e të tjerëve. Në qoftë se Edi Rama do të bëj këtë reformë dhe do bashkoj Bashkinë e Selenicës me Bashkinë e Vlorës, i them që po bën një familje patriarkale, nuk e di se sa më kuptojnë njerëzit. Është e njëjta gjë sikur të bëhet me Olsi Ramën në një hyrje. Në qoftë se do bëj bashkimin e Selenicës me Bashkinë e Vlorës, ti shikojmë neve në një hyrje të 2 vëllezër me gjithë gratë. Ma merr mendja se familje patriarkale në Shqipëri nuk kam, edhe ande nga veriu që kanë qenë me kohë janë zhdukur. U faleminderit të gjithëve dhe respekte për të 2 kratë. Unë jam kryetari i fshatit të Romës, Diftiri Mamaj. Më njohin me emrin Tili, falenderoj gjithë Këshillin Bashkiak, gjithë kolegët e mi kryetarët e fshatrave. Jemi kundra kësaj reforme territoriale për 1001 arsye, po do përmends pak arsye nga këto. I bie që jemi mirë zot në shtëpinë tonë, do na komandoj gjitoni nesër. Thoshin ata plej tanku mërzitëshin me ne, o të hum të varri, na humbi emrin e, ja, kjo është. U falenderit gjithve.